Kryeministri Rama ka kritikuar kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për një rritje tjetër të pagave. Kjo kërkesë që vjen për herë të dytë brenda 3 vitesh, për kryeministrin është skandaloze. Kjo ndërhyrje skandaloze gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit me sa duket i ka shijuar Unionit të shumë sa pas rritjes së pagave të administratës në maj vitit 2023, Unioni i Gjyqtarëve tani kërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit. Sot kërkon që si pasojë rritjes së pagës së administratës, të rritet paga edhe atyre gjyqtarëve dhe jo pak, por plot 700 euro. Për kryeministrin, gjyqtarët që kërkojnë rritje rroge, po abuzojnë me pavarësinë e sistemit të tyre, duke thyer edhe hierarkinë. Ky union e kuptoka si një privilegj të përjetshëm faktin që për të mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe fuqizuar gjykatësit e dal nga vetingu, ne me reformën në drejtësi rritëm pagat e sistemit të drejtësisë menjëherë sa për 10 vjet, 20 vjet, duke thyer me vetdije piramidën e pagave të Republikës së Shqipërisë. Pra, sipas Unionit, kjo republikë do të jetë përjetësisht e vetmja botë ku gjykatësit nuk do të lejojnë gjitjen e piramidës së thyer të pagave, sepse ndryshe nga gjithë bota në Shqipëri, pagat e tyre nuk do të rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Thirrjen kryeministri e ka për gjykatën kushtetuese. Ai pranon se qeveria herën e parë e pranoi lajthitjen e eshtje, por këtë herë të dytë, ky do të ishte një abuzim edhe më i madh nëse aprovohet. Tani unë uroj shumë që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam në heshtje si një lejthitje që duhet ka përdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit, të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çdo lloji abuzimi me mbështetjen tonë për drejtësinë nuk është më një opsion për ne. Por më tepër në këtë rast ky do të ishte një abuzim madhor, shumë dimensional që do të cënonte shumë kënd e shumë çka, duke nisur nga vetë kushtetuta dhe serioziteti i Republikës së Shqipërisë. Një pagë bazë sot e një gjyqtari është 156.000 lekë të reja, kurse pas kësaj kërkese dytë kërkohet edhe 700 euro më shumë. Vendimin e parë e mori gjykata kushtetuese, e cila përpara një kërkese të tillë, që sipas Ramës është lajthitje, edhe ajo vetë është në një gjendje të lajthitur, pasi në atë gjykat vijojnë të ushtrojnë detyrën dy gjyqtare me mandate të skaduar, Holta Zaçaj dhe Sonila Betja, të cilat kanë dorë të marrin çdo vendim, pro apo kundër me votat e tyre, dhe në mandatin e tyre të skaduar mund të rrisin pagat si vetes edhe kolegëve të tyre.